Jemi shumë pranë kufirit midis Shqipërisë dhe Greqisë, jemi nisur sot për të vajtur nesër në Athinë, sepse ditë e diel nesër në orën 11 kemi një takim me bashkëdhetarët tanë në Greqi. Emigrantët shqiptarë, po veçanërisht emigrantët shqiptarë në Greqi, kanë qenë shtylla kurrizore e shtetit social që na ka munguar për 35 vites. Pa kontributet e tyre, mbi 500.000 pensionistë të Shqipëri, dora në zemër, do kishin vdekur urie dhe nuk do të arrinin do të përballonin kostot minimale të kurave shëndetësore. Në këtë udhëtim jam bashkë me dy prej përfaqësuesve kryesor të Lëvizjes Bashkë, sekretari ynë për diasporën Alban Pira dhe kandidati i parë i Lëvizjes Bashkë për qarkun e Tiranës, Redi Muçi. Një nga pikat kryesore në programin tonë do të jetë njohja e pensioneve për gjithë emigrantët që punojnë dhe jetojnë prej më shumë se 3 dekadash në Greqi. Po ashtu një pikë tjetër do të jetë ofrimi i gjuhës shqipe kudo në shkolla ku studiojnë dhe edukohen fëmijë të shqiptarëve. Prandaj ju bëjmë thirrje të vini në takimin të nesërmes në Athinë që të mësoni më shumë për pikat tona të programit, të njiheni më shumë me alternativën e Lëvizjes Bashkë. O thuaj se gjithë kemi të afërm tanë të cilët jetojnë prej një jete të tërë në Greqi, në Itali e kudo tjetër dhe për dekadë të tëra kanë kontribuar nëpërmjet remitancave të tyre në Shqipëri dhe vetmja gjë që kanë fituar nga shteti shqiptar është braktisja, haresa dhe asgjë tjetër mbrapsh. Ky kalvar 34 vjeçar nuk duhet të vazhdojë në tillë mënyrë. Ata që kanë kontribuar dhe vazhdojnë të kontribuojnë duhet që në vendin e tyre të gjenë një mbështetje për të investuar, për të dhënë kontributin e tyre që e kanë dhënë për këto vjet, por s'ka marrë asgjë mbrapsht. Kështu që ju mirëpresim. Ne mund të bëjmë shumë për emigrantët shqiptarë, mirë po kam përshtypjen që kontributi më i madh që mund t'japim ne edhe për emigrantët shqiptarë është që ta bëjmë vendin tonë të jetueshëm. Shqipëria duhet bëhet një vend me drejtësi sociale, me mundësi ekonomike për të gjithë, me kushte pune dinjitoze. Vetëm në këtë kontekst është e mundur që shumë prej atyre që janë detyruar të ikin nga Shqipëria të kenë shansin për të kthyer si punonjës të kualifikuar dhe si përmarrës. Ju bëj edhe një herë thirrje në emër të Lëvizjes Bashkë, na bashkoheni nesër në orën 11 në Athinë dhe mbi të gjitha të na mbështesni me votë, me fjalën tuaj dhe me të gjithë kontributin qytetar të mundshëm. Ju falenderit.